EU and Albania. It is my pleasure to introduce Danish Minister for European Affairs, Mrs. Marie Bjerre, the Commissioner for Enlargement, Mrs. Marta Kos, and the Prime Minister of Albania, Mr. Edi Rama. We will start with brief statements, and then we'll open the floor for questions. Minister Bjerre, the floor is yours. Thank you. Today marks a major milestone in Albania's enlargement negotiations. With the opening of Cluster 5, all of the negotiations' 6 clusters have now been opened. Albania has put a strong effort into implementation. Shqipëria ka bërë një përpjekje të fortë për reformat e harmonizimin me Bashkimin Evropian. Përjedhoi, negociatat e Shqipërisë po vazhdojnë me një hap të qëndrueshëm. Grup kapitulli I parë u hap në shtator të vitit kaluar dhe vetëm brenda një viti janë hapur të gjithë grup kapitujt brenda residencës daneze dhe kjo është një shpejtësi rekord. Ky gur kilometrik shërben si njohje e punës madhe që ka bërë Shqipëria drejt ardhmës saj europiane. Angazhimi ndaj reformave dëshmuar nga qeveria shqiptare dhe populli I saj është vërtet mbreslënës. Raporti zgjerimit nga Komisioni tregon se Shqipëria vazhdon të ecë përpara sa I takon themeloreve, sidomos për reformën në drejtësi dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Hapi tjetër është përmbushja e piketave të ndërmjetme në kuadër të themeloreve. Ky hap do të përgatit terrenin për të filluar e të mbyllur kapitujt negociues. E inkurajoj Shqipërinë që të ruajë të vlut reformash dhe të nxit dialog gjithëpërfshirës politik. Zgjerimi është përparësi e presidencës daneze. Sot ne po japim një tjetër rezultat. Në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhmë shumë të afërt. Shqipëria I përket familjes europiane. Dua t'ju falenderoj kryeministër Rama për bashkëpunimin gjatë këtij 6 mujori. Është vërtet mbreslënëse se sa shpejt po jepni rezultate. Gjithçka mund të them është vazhdoni kështu dhe do të jeni pjesë e Bashkimit Evropian më shpejt se sa vonë. Faleminderit. Faleminderit, komisionere. Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për Shqipërinë që përmbyll apo që hap të gjithë grup kapitujt, por edhe për Bashkimin Evropian, sepse sot tregon se BE-ja ofron rezultate dhe mund të mbështetemi të Shqipëria në të ardhmen. Ky sukses nuk do të ishte I mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi I fortë I të gjitha shteteve anëtare për të mbështetur resurinë e Shqipërisë. Jam mirënjoh se presidencës daneze dashur Mari për përpjekjet që ta bëni të mundur të gur kilometrik. Jemi të përkushtuar ta sjellim Shqipërinë Bashkimin Evropian, siç ju tha. Suksesi I Shqipërisë është rezultat I punës së autoriteteve shqiptare me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë për zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s. Është rezultati I qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndryshim dhe I mbështesin këto ndryshime. Reformat e BE-s sjellin ndryshime në sistemin politik, në ekonomi, por po kështu edhe në shoqërinë shqiptare, duke bërë atë vërtet europiane. Përjedhoi, Shqipëria është shembulli më I mirë I fuqisë transformuese së zgjerimit. Kjo tregon se kur jepni rezultate ecni përpara. Ju jeni frymëzim për shumë në Ballkanin Perëndimor, për shumë qytetarë të cilët duan të shohin të njëjtën vendosmëri e ndryshim në vendet e tyre. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses I jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni e zbatoni legjislacionin
integracionin evropian. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Dhe hapi tjetër është që Shqipëria të përmbush piketat e ndërmjetme. Kjo nuk do të jetë për herë lehtë, ashtu siç ndodh me çdo vend kandidat, por ju i dashur Edi, keni diçka mjaft të fuqishme në favorin tuaj. Mbështetjen më të gjerë publike të gjitha vendeve kandidate, më shumë se 90% e shqiptarëve dhe shohin të ardhmen e tyre në BE. Punoni me të gjitha ata, me opozitën në parlament, me shoqërinë civile dhe me sektorin privat, dhe kjo do të jetë garancia më e mirë për të ardhmen e Shqipërisë e suksesin e saj. Komisioni do të vazhdojë të mbështetë e t'ju këshillojë në përballimin e sfidave të antarësimit Bashkimit Evropian. Roli ynë është të sigurohemi që Shqipëria është e mirë përgatitur kur të bëhet antare. Jemi të përkushtuar, jam personalisht të përkushtuar t'ju mbështes të ndërtoni një të ardhme të begat për të gjithë shqiptarët në shtëpinë e tyre në Bashkimin Evropian. Faleminderit komisioner. Kryeministër, fjala është për ju. Kush do ta mendonte që do të ishim këtu sot, duke çelur të gjithë grup kapitujt vetëm pak kohë më parë. Ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku pëmsoheshim me sprapsjet e me ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fortë, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër, pak më tepër se një vit më parë, është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara, dhe Marta që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë, e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor, me zjarë, me një vullnet të fortë që na bën të gjithëve të ndihemi për plot energji dhe në borxh në qoftë se nuk realizojmë në kohën e duhur. Nga ana tjetër, jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë? Sot Shqipëria del me krenari
nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta, ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa 90% e qytetarëve tanë. Jam i sigurt që ata shumë pak që janë në këtë përqindje shumë të vogël që mbetet, thjesht s'do kenë pasur, s'do ketë qenë ditë e mirë në momentin që është bërë sondazhi, sepse vështirë të mendoj ndonjë shqiptar që mendon se antarësimi në BE nuk është ideja më e mirë dhe nuk është horizonti drejt së cilit duhet të synojmë për hir të fëmijëve tanë. Për ta përmbyllur, dua të shtoj se qoftë ajo mënyra e fortë e ajo e butë me cilën jemi përballur, na mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Kur mos merr asnjë gjë të mirëqen në Bruksel. Kur të buzëqeshim, shijoje, po mos e merr të mirëqen, mund të t'ju zhduket nga fytyra sa hape mbyll syt. Kështu që vazhdo, puno fort dhe përgjigju në çdo rrethan me përulësi e me rezultate. Këto dy gjëra janë ato gjëra që këta njerëz vlerësojnë më shumë. Dhe siç e kam thënë, me mentorin ton nga njëra anë komisionin dhe të urtët nga ana tjetër shtetet anëtare, jemi në duar të mira, në qoftë se nuk harrojmë asnjëherë që në fund të fundit është puna e duarve tona që ka rëndësi, jo për ta, po për ne, jo për komisionin apo shtetet anëtare, por për popullin shqiptar dhe brezin e ardhshëm. Faleminderit edhe një herë, Mari, faleminderit Marta dhe një falenderim mjaft të madh të gjithëve atyre që ishin me ne përpara se sa të vinim në këtë konferencë shtypi. E vlerësojmë shumë dhe do të bëjmë gjithçka që të jemi për herë aty ku duhet të qenë, bazuar në një plan për të përfunduar këtë fazë të parë duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027-ës, e të hymë më pas në fazën e mbështetjes politike e të antarësimit të plotë. Edhe një herë, më ndaloni sepse në të kundërt nuk kam ndërmend të ndalem së thëni faleminderit, 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 faleminderit. Faleminderit, Kryeministër. Tashmë është rada e pyetjeve. Ju lutem niseni duke u prezantuar kush jeni nga vini. Faleminderit. Denata Shkodrani, televizioni publik shqiptar. Shqipëria ka hedhur një hap historik në këtë proces. Dua të di çfarë mesazhi keni për qytetarët shqiptar, për faktorin politik dhe për ata skeptikët, për shembull. Faleminderit. I don't know who is skeptical, no. Nuk e di se kush është skeptik. 9%, no. 9%? Mesazhi që kam për qytetarët e Shqipërisë është se kjo është fal gjithë punës tuaj. Ne mund të ndihmojmë, mund të jemi krah jush, por jeni ju ata që po jepni rezultate. Dhe në momentin që keni marrë statusin kandidat, është përgjegjësia juaj, duhet të jetë angazhimi juaj për të pasur sukses në rrugtimin evropian, por në të njëjtën kohë është përgjegjësia dhe përkushtimi i Bashkimit Evropian, Komisionit dhe Shtetit Anëtare.
difficult to be positive Nuk towards është e your vështirë country që t'jesh because pozitiv you kundrejt deliver. vendit tuaj, And, sepse you know, ju if we jepni would need a rezultate. case, Në qoftë se do të na what duhej actually the EU një accession process rast is, se we just have to çfarë look, to your është country. procesi i It is antarësimit në about Bashkimin the Evropian, transformation. duhet hedhur syt nga And vendi it juaj. is Ka të about bëjë me the strong transformimin, leadership. ka të bëjë me një udhëheqje të In fortë. Edi Rama, you have a leader Tek who is Edi not Rama looking keni back një in the udhëheqës i cili and nuk i looking kthehet for the së shkuarës excuses why për të something gjetur cannot be done. pretekste o justifikime pse Dear diçka Edi, s'mund you are the bëhet. leader I who is dashur looking Edi, in the ju future jeni udhëheqësi që and sheh për nga e finding the ardhmja dhe gjen solutions for the zgjidhje existing challenges we all për together sfidat have. And ekzistuese something me more. cilat përballemi të We gjithë have dhe heard diçka today tjetër at më the shumë. IGC Sot that, dëgjuam the në konferencën alignment of ndërqeveritare Albania with që the harmonizimi i European Shqipërisë foreign and me security policy politikën e is jashtme 100%. e sigurisë In bashkimit this evropian është geopolitical 100%. situation, Në këtë we situatë really geopolitike, need na duhen partners we can vërtet rely partnerë on, të and cilët Albania is mund të one of them. mbështetemi To dhe the Shqipëria është një prej tyre. skeptical, you know, if you Për have ata the që janë result that skeptik, 100% në qoftë se of the do të people kishim of rezultate që Albania 100% are e for the qytetarëve EU shqiptar membership, I will janë be në skeptical favor because this të is like in the old antarësimit në Bashkimin communist Evropian, times. atëherë do të isha skeptike se do të ishte it's njësoj si always në kohërat good to have komuniste people më who parë. are Është mirë skeptical të kesh njerëz or që to janë ask skeptik. questions, and we still have now a lot Apo of që bëjmë time, pyetje. also during our Dhe communication natyrisht që campaign, that kemi we, edhe shumë kohë talk to gjatë those, fushatës to tonë të talk to komunikimit those, që people and also to the citizens flasim in me ata the njerëz e European po Union. kështu edhe me qytetarët në I will Bashkimin finish Evropian. with this. Kështu që Albania, do ta mbyll just me go këtë. on. Shqipëria We are preparing a vazhdo home for you kështu. in Europe. Ne po përgatisim një I shtëpi want për to ju say në Europë. this today is a Dua të them huge këtë. milestone Sot for është një Albania. gur i We have now jashtëzakonshëm opened kilometrik all për Shqipërinë. Kemi negotiation çelur të processes gjithë with grup Albania. kapitujt të And the negocimit reason me why we Shqipërinë have dhe done arsyeja so pse kemi is bërë këtë because Albania is also është sepse delivering. Shqipëria And po this is kështu the ka proof dhënë of it. rezultate dhe kjo është Albania prova. has had a Shqipëria strategic focus ka on një fokus accession to the strategjik EU and also the për antarësimin në BE, e po about kështu EU, edhe për komunikimin në raport me BE-n brenda vendit. Tashmë që kemi parë rezultate, gjithë grup kapitujt janë çelur. Unë besoj që është një frymëzim i jashtëzakonshëm edhe për vendet e tjera kandidate. Nëse një vend kandidat jep rezultate, atëherë do të marrë mbrapsht rezultate. Por më duhet të them po kështu që mbetet shumë punë për të bërë përpara. I kemi çelur tashmë të gjithë grup kapitujt, por tashmë vijnë negociatat dhe me shpresë edhe mbyllja e grup kapitujve. Ka shumë punë dhe do të ketë pengesa rrugës dhe do të jetë e vështirë dhe unë shpresoj që të ruani motivimin sepse ky është një moment e brukulmor. Ka kaq shumë vende anëtare që po shtyn, po inkurajojnë për anëtarësim. Ky është momenti sot sepse është edhe në dobi të vendeve anëtare aktuale të BE-s që tërë BE-ja të ecë përpara me zgjerimin. Pra nuk është vetëm Shqipëria që bëhet më e fortë me anëtarësimin e BE-s, por edhe BE-ja bëhet më e fortë me Shqipërinë si pjesë e tij. Pra, kjo është një pikë kulmore, shpresoj fort që ta ruani këtë gjë. Faleminderit. Besoj që pyetja për skeptikët nuk ka të bëjë me ata që janë skeptik në raportin me BE, por ka të bëjë me ata që janë plotësisht të përkushtuar dhe të dashuruar me BE-n dhe kanë pyetje, pikpyetje për ne, për BE-n, a do të ndodhë vërtet, a është reale, a do të marim më në fund atë për cilën kemi ndëruar për kaq gjatë, apo do të kemi edhe një herë një periudhë si më parë. Po këtu dua të ndalem për një sekond dhe të them dërni vitet që po punojmë së bashku e gjatë të cilave po luftojmë të ecim përpara dhe me të gjitha vështirësitë, me të gjitha sprapsjet, me të gjitha shpullat e grushtet, në qoftë se do nxjerrësh nga panorama Bashkimin Evropian dhe do të mbash në këtë panoramë mua qeverinë, shqiptarët që bëjnë më të mirën e tyre, a do të ishte Shqipëria ajo që është sot? Jo. Ky proces na ka ndihmuar në mënyra që
Në të kundër do të ishin të pamundura, sepse mund të tingëlloj patetik apo quajeni si të doni. Por është njësoj si të shkosh në shkollë. Dhe të duhet të mundohesh, të thonë që duhet përmirësohesh, të duhet të thonë që duhet të vish prapë, se provimin se ke bërë mjaftueshëm e kështu me radhë. Por në fund, në qoftë se nuk heq dorë, në qoftë se vazhdon me këmbë ngulje, fiton. Ajo çfarë Shqipëria e shqiptarët fitojnë nga ky proces është diçka që shkon përtej grup kapitujve e vetë antarësimi formal. Ata fitojnë, ne fitojnë një vend i cili bazohet në institucione që funksionon në bazë të shtetit të së drejtës, që funksionon bazuar në të gjitha standardet dhe parimet që i bëjnë vendet e BE-s kaq të admiruara. Do ju thoja po, viti fundit ka qenë jashtëzakonshëm sepse ka qenë shpërblyes, por pa vitet që i para prijin, të cilat nuk ishin shpërblyese, edhe pse punonim fort, ky nuk do të kishte ardhur. Ndaj të jesh skeptik, nuk është gjë e keqe, por nuk duhet të na ndalë që të punojmë çdo orë, çdo minutë, për ta bërë realitet. Dhe s'fundi në radhë, por jo nga rëndësia, po. Ne kemi një shumicë si në kohrat komuniste, ishte njësoj edhe në perandorinë osmane, sepse ne u jemi besnik perandorive. E kjo është e para perandori me cilën duam të jemi. Ndaj, kjo shumicë është ndryshe, jo vetëm në shifra, por në thelb të saj. Sepse ishim të gjithë kokë e këmbë pas osmanëve, pas sovjetikëve, pas kinezëve, por kokë e këmbë për shkak të imponimit, jo me zgjedhje. Kurse kjo tani është me zgjedhje. Ja pse Maria e kuptoi që nuk i shpëton dot Shqipërisë. Ja pse gjithë po e kupton shumë më mirë të na marrin brenda se në qoftë se jo do t'i përndjekim deri në fund. Kështu që në qoftë se duan të na heqin qafe, duan të na marrin me vete dhe pastaj do të kenë të gjitha dimensionet tona normale që janë shumë të vogla se sa unë. Faleminderit edhe një herë të gjithëve. Thank you. Faleminderit. A ka pyetje të tjera në sallë? Nuk shoh pyetje të tjera. Përpara se sa ta përmbyllim, më thuhet që komisionerja ka diçka. Po dua të flas një fjalë të fundit para se ta përmbyll këtë konferencë shtypi. Dua të shtoj ca fjalë personale për gëzimin. Çelja e të 6 grup kapitujve në 13 muaj është deklarata më fort e angazhimit tuaj personal i dashur Edi. Jemi të dy fëmijë të një rajoni ku shija e lirisë ka përcaktuar rrugtimin tonë. Dhe kur jemi takuar herën e fundit dhjetorin e kaluar, më sollët të dhuratë. Një kanaçe dekoruar Coca-Cola, që vinte në një kuti me mbishkrimin. Një herë e një kohë, ishte dhurata më e gëzuar edhe kur ta jepnim bosh, dhe çka është më tepër, ka edhe skicimet tuaja të printuar aty sipër, pra është puna juaj. Për ta kremtuar këtë moment, kemi kthyer dhuratën tuaj në një dhuratë feste. Të gjitha ata prej nesh që janë rritur pas perdes hekur, të dinë se çfarë gjë misterioze ishte Coca-Cola, dhe më kujtua një libër që lexova nga Lea Ypi, Dhe ka një fragment ku dy familje shqiptare nxien paksa për një kanaçe bosh Coca-Cola. Libri i sjell në jetë 40 viteve fundit shqiptare duke ilustruar
democratic përfshirjen e institutions reformave dhe and sfidat për democratic ndërtuar traditions. institucione demokratike, It tradita shows how demokratike. far Tregon you have come. Let us sa make sure larg freedom keni will ecur. stay Le të with your sigurohemi people, që a free liria Albania të in free qëndroj Europe, të qytetarë me and this is popullin the job tuaj në Shqipëri e we lirë, në expect Europë you të lirë, to finish, dhe kjo është dear puna Mr. që ne Prime Minister, presim që dear ju të Edi. përfundoni, i And dashur now kryeministër, we i can eat the dashur cake. Edi. We should E celebrate tani more, mund so të 6 ham dhe tërë, open duhet të cluster, festojmë edhe all më of the shumë. cluster 6 open, grup it is kapituj të something to hapur, të celebrate. gjithë kapituj të Congratulations, hapur Albania. është diçka për të kremtuar urime në Shqipëri. Thank you. When it comes to Faleminderit. Marta, when it comes to Marta, clusters and chapters kur and vjen fjala për benchmarks grup and kapituj, all për this kapituj, neurotic për stuff, piketa, e për you gjithë can to surprise us, gjërat but when it neurotike comes to mund të gifts na and habisni, to por kur sweets, bëhet you fjala can't. për dhurata e So për let me ëmbëlsira, add something that nuk is e bëni missing dot. there. Kështu që më lini të shtoj diçka që Bring it. mungon aty. Silleni ju lutem. And it's not orchestrated. Dhe nuk është e orkestruar. So this is the Albanian Nuk e dinim. autochthonous wine. Kjo është vera autoktone shqiptare me etiketën e skicuar prej meje. Një është për ju, And the other one is for Marie. e tjetra për Marin. And this one is for me, of course, because Kjo është- I'm over 60. Për mua, natyrisht, sepse jam ti 60 vjet. I think it's not fair to blow Do the të candle without pryni qëririn? Marinda and Adea to come Do t'ishte e pa drejtë që të fryja qëririn pa Majlindën dhe Adean këtu. You blow the candle. You are just six. Efren, ti qëririn. And now we need the Viking hands. Tani na duhet dora e një vikingu për ta prerë. Faleminderit. Amazing. We take it home. Shkëlqyer, do e marrim me vete. Po, kështu so duhet much. jetë. Faleminderit shumë. You are keeping the knife. Po e mban pikën. Për fazën Keeping the tjetër. knife for us to not forget that Po e there is mban always a pikën knife. që ne të mos harrojmë që ka gjithmonë një thik aty.